Ishte shumë vonë atë natë në shtëpinë e Big Brother Kosova. Ora kishte kaluar mesnatën dhe shtëpia, zakonisht e mbushur me zëra, debate dhe lëvizje të pandërprera, ishte zhytur në një qetësi të çuditshme. Një qetësi që nuk ishte paqe, por pritje. Pritje për diçka që duhej të thuaj, por që ende nuk kishte gjetur momentin e duhur. Alba dhe Limi ishin përballë njëri tjetrit në tavolinën e darkës. Pjatat ishin pothuajse të paprekura. Ushqimi kishte humbur rëndësinë, mendimet kishin marrë gjithë hapësirën. Dritat reflektonin lehtë mbi fytyrat e tyre, duke zbuluar lodhjen, tensionin dhe një lloj distance që nuk ishte fizike, por emocionale. Limi e shikonte Albën me një vështrim që nuk ishte as sulmues, as mbrojtës. Ishte një vështrim i sinqert, ndoshta edhe i pasigurt. Ai kishte menduar gjatë para se të fliste. Në një lojë si Big Brother, çdo fjalë peshon dy fish, një herë për personin përballë dhe një herë për publikun jashtë. Pas disa sekondash heshtjeje, që dukeshin si minuta të tëra, Limi e theu qetësinë, "Mos ke ndaj gjë për mua. Diçka që do me usqaru? Apo ndaj gjë tjetër?" Zëri i tij ishte i ulët, pa ironi, pa provokim. Ishte një pyetje e thjeshtë, por me shumë peshë brenda. Një pyetje që vinte pas ditësh të tëra tensionit të pashprehur, pas shikimeve që shmangeshin dhe fjalëve që mbeteshin në gjysmë. Alba e ngriti shikimin ngadalë. Nuk foli menjëherë. Dukej sikur po peshonte çdo përgjigje të mundshme, sikur po luftonte mes dëshirës për të folur dhe nevojës për të mbrojtur. Në sytë e saj kishte diçka më shumë se lodhje, kishte përmbajtje. "Jo," tha më në fund. "Nuk është momenti." 2 fjalë. Vetëm 2. Por ato ranë rënd në ajër, nuk ishte një jo i ftohtë, as një refuzim përfundimtar. Ishte një jo i mbushur me kuptim. Një jo që thoshte, "Ka gjëra, por jo sonte." Një jo që nuk mbyllte derën, por e linte gjysmë të hapur. Limi nuk insistoi. Nuk e shtyu bisedën më tej. Ai vetëm uli kokën lehtë, sikur ta kishte pritur këtë përgjigje. Ndoshta sepse edhe ai e ndjente që nuk ishte koha e duhur. Jo në atë orë, jo pas asaj dite, jo në ato emocione të grumbulluara. Në shtëpinë e Big Brother, momentet e tilla janë më të fortat. Jo shpërthimet, jo debatet me zë të lartë, por këto heshtje. Këto ndalesa. Këto fjali të shkurtra që mbajnë brenda histori të tëra. Alba qëndroi edhe pak në tavolinë, pastaj u ngrit ngadalë. Lëvizjet e saj ishin të qeta, por mendja e saj ishte e trazuar. Ajo e dinte që kjo bisedë nuk kishte mbaruar. Ishte vetëm shtyrë. Ishte ruajtur për një moment tjetër, për një kohë kur fjalët do të mund të dilnin pa u thyer, sepse disa sqarime nuk bëhen në mes të lodhjes. Disa të vërteta nuk thuhen kur zemra është ende e nxehtë. Disa biseda kërkojnë kohë, qetësi dhe guxim, dhe ajo kohë do të vinte, jo sonte. Por do të vinte, një bisedë e gjatë. Rreth 20 minuta. Me fjalë të menduara. Me shpjegime. Me ndjenja të zhveshura nga loja, nga kamera, nga frika e gjykimit. Një bisedë që nuk do të ishte thjesht për Albën dhe Limin, por edhe për publikun që pret sinqeritet në një lojë ku gjithçka shihet, sepse në Big Brother Kosova, jo gjithmonë fiton ai që flet më fort. Ndonjëherë fiton ai që di kur të hesht dhe kur të flas në momentin e duhur.